Pas ndarjes nga jeta e Shpat Kasapit, jeta e Selvie Jaust ka ndryshuar totalisht. Së fundmi, ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një postim emocional në Insta Story. Selvia ka publikuar biletat e tyre duke i shoqëruar me fjalët: "Sot do doja më shumë se gjithçka të kisha dhe biletën tënde në dorë", shkroi ajo duke përlotur fancat. Kujtojmë se Selvia dhe Shpat Kasapi ndodheshin në Itali, në momentin kur Shpati ndërroi jetë, ndërsa ky postim i saj duket si një shprehje e dhimbjes dhe mungesës së madhe pas humbjes së tij. Këngëtari ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare duke lënë pas familjen dhe të afërmit të tij me dhimbje të madhe. Ku na do të themi se çdo postim i Selvies tani më lidhet me Shpat Kasapin, duke ndarë vuajtjen me të gjithë fancat e saj. Për të shtuar një detaj tepër emocional, në foton e publikuar, Selvia i kishte shoqëruar me këngën e Shpat Kasapit të titulluar Kujtime m'Kelan. Ikja nga jeta e parakohshme e Shpat Kasapit solli një dhimbje të madhe në estradën shqiptare, por jo vetëm. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.